Ku keni dhuratat? Kemi artuar bosh. Po kemi shumë për të Keni shumë për të thënë? Erdhëm me llafet tona. Mjafton ka. Ju Wow. shërbim me pamje do si do. Mirë na erdhë. Goca po si jemi? Po mi jam bëhem. Mbajemi tamam. Dea ka qenë një nga gocat që ka dhënë një nga historitë e pamanuali, po nuk do e themi se kë, se është ajo Omegli. Kush ishte Dea? Leo burse duket ajo që ka dhënë 9.000 euro, duket 9.000 e shoh që tu. Pa. A ti je? Këna lek me na thon? Sa do ti? Po në Ti burr po, lek po. Dea jeton dhe studion në Barcelona. Është kështu hot girl from Barcelona. Ndërsa Kledia Lëre mos e është master studion. Jo, domethënë konkuron Meglin për jetën e natës, fuqishëm në Tiranë. Jemi për doktoraturë. Si ka shkuar dating life në 2025-ën? grob. Malore, fare. Pse? Po jeta këtu sentimentale, dating life këtu është bë shumë boring. Çunat kanë marrë këto rolet e gocave, i kemi exchangeur dhe juve i keni folur domethënë shpesh në Se episode. çfarë ndodh na thuaj çik specifikisht çka ka ndodh? Pse? Tu në çuna tash ti shkosh nga mrapa, nuk e di, që s'po i shkoj me lule. Ti që po të shkojte ti, po s'u kujtove, më shkojte ti mund, nuk të shkoj asun ty, po shkoj. Se mu m'ngeli hatri. Shkojti 2 herë, Se shkoj kujtove 1 se herë. m'ngeli hatri atë ditë. Po. Se dhe këtë e thonë. Se kuptove ti Se kur kuptove në ti që- natën që Po, unë mu po prishta shikoja nga dritarja. Në të nëtë, ti ma the natën, më të shkoj. Jo, kur dole nga makina se peq unë kisha këmbët këtej edhe kokën këtej dhe thash që natë. Që shkosh urç me një që, duhet ta shkosh me 2 se m'ngel hatri. Edhe unë e kam. A njifet do të kollaj një çun në jetën e natës sot në 2026 për pak? Nifet, por jo për motive serioze. Nifet dhe E për kam cilët. brapa gjallë. Përgjithsisht, ti mund ta nisë, mund të kesh qëllime shumë të mira, por e shohin çik janë shumë paragjykues te kjo pjesa. Janë ata paragjykues? Janë ata paragjykues. Edhe të bëjnë kështu, domethënë si të mirë, jo po për seriozisht, pastaj mos e ti Të njofa në klub. në klub të njofa, po. Kene Në histori klub të ndër shkon- kështu? Pa fund. Të gjitha kështu janë, gjitha kështu janë. Ja, të gjitha. Shumë raste pakta kam pas, domethënë që kam pas një njohje të mirë fill prej klubit, po kam rastisur. Shoqëri besoj po sa dush. Po shoqëri që na ma shoqëria me miqe, me të njoft, me blesërira, se për Është shumë vërtet kjo, edhe unë kur kam pas punu, domethënë në klub Montrie, dhe unë më ka ndodhur një rast që unë kam njohur dikë dhe nuk e ka ditë që unë punoja, dhe mi kënaq mi bëm mua thamë, ua, kështu dhe në fundit thashun, ti ki pak se do të rrezoj iPadin sepse kam mbaruar rezervimet e tha, rezervimet? Ti punon këtu? Ti thashun po. Shte kënaqësi. ta fa në fytyrë, domethënë. Ma tha në fytyrë. Sa i pacip. Absolutisht, më mirë në fytyrë se sa. Dea po ti? Dja që rri në Barcelonë. Okej, unë duhet ta them që jeta dating Barcelonë është shumë e mirë se këtu. Edhe më vjen shumë keq ta them, po me vërtet ka më shumë larmishmëri, ka më shumë njerëz për të njohur. Njerëzit janë më të hapur dhe gjëja që e dashurojnë Barcelonë është që njerëzit janë të drejtë për drejtë. Domethënë ti ulesh me një person dhe ai vjen thotë, "Un kam këtë qëllim me ty." Çunat, po flasim Po, për çunat. çunat, je në të njëjtën faqe apo nuk je? Nëse je, vazhdon njohjen ka lezet, do t'jeni në ose Barcelonë. one night standin ose çfarë do qof, nëse nuk je, e mbyll edhe pa bif. Këtu të refuzosh një djalë është sikur shfundi botë. Më motor. Gjithmonë ajo fjala, po. Skapi rrusht. Po më mirë, Sa shiko është se ka unë bërë? nuk e kuptoj. Më mirë ti i thua një mashkull, i thua shiko se unë nuk jam në këtë fazë të stime. Nuk do të thotë që po e bëj për stili Inat, që ti të më ndryshosh mua gjatë rrugës, se nuk është rom-com, është jetë reale. Pse ti duhet mërzitesh sa pret që një ditë të bukur të zgjohesh të bëj ghost dhe mos të flas më, nuk s'pëlqen komunikimi, kemi Dukshëm kaluar në Shqipëri preferojnë këtë. Domethënë preferojnë që ti mbash me shpresa dhe pastaj thjesht të zhdukesh. Ndërsa po t'ia thuash në fytyrë kanë shumë të vështirë ta gëlltitë. Çfarë Egoja. ndryshimi ka një çun spanjoll nga një çun shqiptar në dating life? Fix. Ji specifike në detaje. Unë dua të ndihem sikur jam në Spanjë në një bar dhe po njoh një çun nga Spanja. Cila është diferenca një çun shqiptar? Kan flok.
Kanë floks, kanë zinxhir, sot ç'a do pishti. S'kam bar kalikore. Çe Kanë kjo? atë në qëndrimin prej bloku beton. Si dhe faturë, ç'a do pishti. Nuk e bëjnë këtë gjë. Janë shumë të edukuar, vinë shumë kind, vinë shumë të sjellshëm. Shumë kaliente. Dhe janë shumë kaliente. Po nuk kalon në bezdi. Në Shqipëri vjen në bezdi. Do me thënë në një pikë ti thua, jo nuk dua, faleminderit, dhe ai vazhdon, po s'do pishti, po pije këtë shoci, po të çoj unë në shtëpi, po jo mos ik vetëm se të çoj unë. Hajde du, mos vitamish. Hajde tek dua. Po si të gjuan një çun që është që ty që të duket interesant. Do me thënë loja shikimeve është shumë e fortë në Spanjë. Nëse ke kimi duke u pa me sy, ai vjen. Nëse e shef që nuk është kimia aty ku duhet, as nuk e merr mundimin fare të vite ty. Po janë gjestet më shumë se sa fjalët edhe ç'a thuan. Kam qenë në Madrid atëherë me gocat, më kujtohet, kishte shumë polic hot. A është vërtet? A ka akoma aq polic hot? Janë për monumentet e kulturës. Po, monumentet e kulturës ndërkohë. Janë shumë hot. Do me thënë, e kam mëndër të bëjdeqë një polic. Nuk e ke bërë akoma? Janë në top listën time. Me një çipo. Më pëlqen që the date. Date. X-at ju kanë pëlqyer, se mendoj që dhe ju keni X-a, më thënë e kam fakt sigurt në kokë. Thuaj pak Me lezysh? Me zyshën, po, ti vajza në fund. Çfarë ke ik ti? Iku më i madh i jetës time është një çun 1.60 i veshur me kostum. Na i këte? Kostum. Kostum Është konvlasëm. Të pinguit. Ose kisha mendu na Unë e pash para ca ditësh, ishte e tmerrshme. A ke dalë ndonjëherë në date me ndonjë çun të Po, shkurtër? Na tregon pra se për këto vlogë. Më vinte turp të më shifnin me atë. Si ishte shumë i Ku shkurtër. ishit, na specifiko. Po date, do me thënë në Tiranë, Tiranë? po, ishte shqiptar në Tiranë. Edhe nuk doja, do me thënë të më shifnin njerëzit me atë, sepse më dukej shumë i shkurtër. Jo, më dukej, po ishte. Ti nuk e kishe parë kur? Jo, unë, do me thënë, shoku ishte kur doli nga makina. Sepse kur Lordi më mori Farquad. ishte i ullur. se Dhe unë nuk e kuptova. zbriti. Dhe kur ka dalë nga makina, unë nuk doja veten, ishim në mes të bllokut. Thash, o zot, inshallah nuk më shef njerëz sot. Sa gjatë ti? Dhe ndërkohë Nuk jam aq e gjatë, Po. por unë me taka isha më gjatë se ai. Kështu që llogaritë sa i shkurtër ka qenë ai. Ku e njohë? Ishte hera parë Në që ta Instagram, po, në Instagram dhe nuk e dija që nuk duke. Ishte first date, do me thënë nuk e dija që ishte aq i shkurtër. Edhe ishte do me thënë skena kur ka dalë nga makina nuk do ta harroj. Çfarë reagimi bëre, çfarë ndodhi pastaj? Thjesht e pash kështu, edhe ula kokën instinktivisht se ishte më i shkurtër, kështu që pash kështu. Është në momentin që ti përveç sol kokën unë dhe çik kështu sikur rrin nuk e di më kështu. Mendoj që e kuptoj, po. Mendoj që e kuptoj, sepse pastaj po thonte që mos më gjyko nga aparenca, se un kam më shumë për të ofruar se gjatësia. Ka thënë shumë i Se shkurtër. Zoti nuk të jep të gjitha. Po. Se 1.60 nuk do të tonte këtë. 1.60. Ka rrej, 2 cm rrej gjithmonë. Ka që 1.50. Ti llogarite që 1.60 ishte me atlete me E di që atletesh, e di. Alexandra McQueen. Po. pikërisht ato. Çfarë? Pikërisht. Është ai shkreti e zjati, ai shumë procesin që dilte nga makina, do me thënë u përkulte makina, bënte sikur kërkonte, ndeti një 6 minuta që unë tikja para që mos ta shifja, që ta shifja prap ulur në restorant, po nuk Nuk funksionoi. Ulet në restorant? ulem. Ai se shkani, se zakonisht e kompensojnë ta shkurit. Ishte pak i lodhshëm, Ai lodhshëm. si njeri. Po Qa shenje? nuk e di, nuk Ku e të pyeta. shkreta? Jo, nuk e pyeta se isha totalisht e pa interesuar dhe qarta zi dukesha që isha në atë darkë vetëm për të ngrënë, për asgjë tjetër. Po. Pasi u ngritë nga darka, nuk i fole më, i bëre ghost? I bëra ghost. Sepse that's my toxic trait, që unë bëj ghost. Edhe unë më idea we gotta fix it në 2026. Po, është ghost. Unë bëj thjesht ghost. Do me thënë unë as nuk merrem të sqaroj pse nuk më pëlqen. A të shkruajti më ajo, po e kuptoj? Po, më shkruaj. Sa herë Dhe po më shkruaj? thonte këtë gjën që mos më gjyko nga aparenca. Pas ka bërë shumë të dukshme, shumë e ligë. Shikon këto biseda që nisin nga social media, unë mendoj që duhet kenë ca kritere. Ne kemi diskutuar edhe kur kemi bërë një nga këto tema. Duhet ketë ca kritere. Po çfarë do të thosh, janë nxjerr? Jo, unë mendoj që janë nxjerr pyetje në një farë forme që ai të fillojë të japë të gjithë që janë Shpirt gënjeri. Apo me Çfarë do të bësh pse je i shkurtër? Jo, që ta zbulosh a është i shkurtër apo jo. Po Gjesi moj, e ketë episodi X-ave, Gjesi ta unë pyes sa gjatë. Sepse kështu në këtë formë Dea do kishte shmangur për shembull atë që ai nuk do ndjej keq, se është ndjer keq, e kupton ti pa. Jo, nuk është ajo. Bë ghost pak më avash. Pra, Ta kishte ftof pak bisedën. Jo papam. Ti ke refuzuar një çun nga gjatësia. Patjetër. Ti Dea, më fal. Ti Kledia. Kledia? Unë kam pasur një, se tani u kujtova, mu zjua, domethënë ky A, pra kujtimi mo. dhe isha aqen e veritur mbas asaj natës, domethënë ai isha ala me djalin.
hala me të pune, një huaj, nuk ishte shqiptar, po ishim njohur këtu. Dhe nuk ishte ik më të madh se sa të bësh çunit tap karroqe përpara femrës. O zotë kam edhe unë këtë e urrej. Ishte era pare ime se jo se s'kam qenë grup, se neve grup dalim, çuna goca, po kur je tap gjithë grupi, përgjithsisht çunat nuk është se bën aq tap sa ç'bën. Sidomos me goca. Jo dhe i shoc hajde. Dhe ai? Dhe unë thoya, hajde të marrim taksi, do ikshim në të hanim. Jo, se unë heci vetë, unë kjo pjesa heci vetë dhe një rëtullin shu dhe e pashi herë. A ishte hera parë? Jo, ishte hera 2 ose 3 që dilshim. Po i huaj? I huaj, E po. kupton çfarë ofendimi për ty, domethënë që punon 10 natë, që pinë dhe të shohin me një mashkull që ecën zigzag. Çfarë ndodhi ditën tjetër? A shkrujtet si e sot? Jo, thjesht, unë acarova po atë natë, sepse u ulëm që ai të hante dhe të merrte vetëm. Shoh se këta do ta mbyllin. Unë shohem kur duan. Au, thash. Ai edhe pas ka vati tu. Si i thash unë, ç'është ku do të? Shumë mirë, natën e mirë tash unë. Shi dhe i huj dhe Ai ishte me gjatë. një patate në gojë. Dhe unë hika dhe se që diskutuam, domethënë, ky akoma nuk e kuptonte kur unë arrita në shtëpi. Dhe i qëndisa edhe një mesazh që si ishte e sjellshme, nuk e mbaj mend tash aktualisht. Edhe thjesht u ftop gjëja dhe bye bye. Por i treguar adulte, dhe i ke dërguar një mesazh. Unë thjesht dhe flisja më. Dhe unë shqiptar dene ta pinë sa pinë, po bëhen kështu. E mbaj rakin. Po jo, është ajo që ta dea, vjen të thotë të çoj unë në shtëpi, jo ta çoj unë në shtëpi, do të hyj në taksi. Trupi zotit. Qyqa thash, jalla. Plus, si mund të ndihem unë e mbrojtur kur ai po put çimento tani se ka dallim.